Djeshta sjell ngjyra të bukura, por për disa njerëz edhe një trishtim të lehtë ndoshta të pashpjegueshëm për ta. As pak nuk është rastësi, kemi të bëjmë me ato që quhet depresioni vjeshtor. Mbas kësaj situate, ndodhet një molekulë e cila për vite të tërë është konsideruar si një vitamin, por në fakt ka rol edhe parahormonal. Jam duke folur për vitaminën D3, e cila ka një komunikim të gjerë me trurin, zorën, indet tona, hormonet, sistemin imunitar dhe gjithçka tjetër në trupin tonë. Nëse vlerat e saj janë të ulta, të pamjaftueshme apo në deficiencë, trupi do të fillojë të ketë probleme, qoftë të sistemit imunitar, boshtit hormonal dhe patjetër të gjitha funksioneve që lidhen me kërkesën e saj. Është një temë të cilën e kam folur shumë kohë më parë, atëherë kur shumë njerëz i nënvlerësonin dietë e reja. Dhe kjo si pasojë se dietë nuk janë një mod, por janë për të kuptuar dhe për të zbatuar. Mos prit që dielli të dalë, merre dritën tënde edhe në ditët gri. Vitamina D konsumohet gjithmonë pas ushqimit, pasi është një vitamin e tretshme në yndyrna. Unë e mbarova vaktin tim të pasur me acide yndyrore, me yndyra të shëndetshme, tani më ngelet të marr diellin tim.